I dërgova mëngjesi në shtrat dhe vrava me thikën e bukës, rrëfimi i vrasësit të studentes shqiptare. I dërgova mëngjesi në shtrat, kur ai mesazh erdhi në telefonin e saj dhe ajo më tha se po njihej me dikë tjetër e humba mendjen, në tabaka ishte edhe thika për të prerë bukën, e mora dhe e vrava. Ajo vdiq menjëherë, nuk u mbrojt. Kështu ka deklaruar Mark Samson gjatë seancës gjyqësore, i cili ka rrëfyer se si vrau 22 vjeçaren Ilaria Sula si dhe arsyen e krimit të tij makabër. Mbrëmjen e 25 marsit, studentja shqiptare shkoi në Via Homs, në lagjen afrikane të Romës, ku Mark jetonte me nënën dhe babain e tij në një apartament 50 metra katror për t'i kthyer disa rroba që i kishin mbetur. Ajo kishte qëndruar vonë dhe kështu vendosi të kalonte natën në shtëpinë e tij për të mos marrë transportin publik. Mark do ta vriste të nesërmen në mëngjes, të paktën sipas versionit të dhënë nga 23 vjeçari. Mark rrëfeu se vrasja ka ndodhur për shkak të xhelozisë dhe se e ka pastruar gjithçka vet. Një rikonstruksion i cili megjithatë nuk i ka bindur hetuesit, ndërsa autori i vrasjes makabër nuk ka pranuar që t'i përgjigjet pyetjeve për praninë e prindërve të tij në shtëpi dhe rolin e tyre të mundshëm. Pasi e vrava, dola dhe shkova të blej detergjent dhe disa lecka. Më pas e mbështolla trupin me celofan dhe vendosa në dy qese të mëdha mbeturinash, njërën nga ana e kokës, tjetrën nga ana e këmbëve. E mbështolla, mora valixhen dhe futa brenda, kështu që vendosa valixhen jashtë derës të dhomës time dhe fillova të pastroj njollat e gjakut. Në fund mbështolla gjithçka që kisha përdorur si një qilim, madje edhe thikën, dhe i hodha. Unë i bëra të gjitha vet. Pasi pastroi gjithçka, Mark pretendon se kishte vendosur valixhen në makinë dhe u nis drejt rrugës për në Kapranica, ku hodhi valixhen dhe trupin nga një shkëmb. Marrja në pyetje u bë një ditë pas autopsisë, e cila zbuloi se Ilaria u vra nga tregoditje me thikë në qafë. Megjithse versioni i tij nuk ka qenë shumë bindës. Për këtë arsye, zëvendës prokurori Giuseppe Cascini dhe prokuroria Maria Perna kanë urdhëruar kontrolle të reja. Nëja e parë që duhet zgjidhur ka të bëjë me kohën e vrasjes. Autopsia zbuloi se Ilaria e kishte stomakun mbosh, detaj që tregon se vrasja ka ndodhur gjatë mbrëmjes, se Ilaria pasi kishte vendosur të jepte fund lidhjes, nuk ka gjasa që të ketë zgjedhur të qëndronte dhe të flinte me ishin e saj. Jo vetëm kaq, fakti që në makinë nuk u gjetën gjurmë gjaku, lë të kuptohet se gjaku ishte tharë. Vrasja me paramendim. Duhet vlerësuar gjithashtu se krimi mund të ketë ndodhur me paramendim. Marku mohoi të kishte planifikuar vrasjen, por qartësia me cilën ai menaxhoi fazat pas krimit dhe pastrimit deri tek vendimi për të hequr qafe trupin tregon se vrasja e Ilarias mund të jetë planifikuar, aq më tepër që në ditët në vijim, ndërkohë që të gjithë e kërkonin, ai vazhdonte të përdorte celularin e ishit për t'i dërguar mesazhe qetësuese të atit dhe madje për të përditësuar statusin në profilin e vajzës në Instagram për të devijuar dyshimet për vdekjen e saj. Për të hequr qafe telefonin, i cili ende nuk është gjetur, duke hedhur në një puset, ndërkohë po hetohet roli prindërve për pastrimin dhe fshehjen e trupit.